Eminem në lidhje me një stiliste shqiptare. Veç pak, por nëse vetë Eminemi do të ishte shqiptar, si do të quaj? Hajde ta pyesim ChatGPT-n. E pas javësh të tëra spekulimesh për një lidhje mes reperit legjendar Eminem dhe stilistes shqiptares së tij prej vitesh Kaltrina Malota, në rrjet janë shfaqur pamjet e para që duket se i japin më shumë peshë këtyre zërave. Në video, Eminemi dhe Kaltrina shihen duke dalë nga një restorant në Detroit duke hyrë në të njëjtën makinë, skenë që menjëherë është bërë virale në rrjetet sociale. E sipas burimeve për TMZ, të dy janë bërë dukshëm më të afërt muajt e fundit pas një periudhe të gjatë bashkëpunimi profesional. Po kush është Kaltrina Malota? Kaltrina Malota është një stiliste dhe make-up artiste shqiptare me karrierë ndërkombëtare e njohur për punën me figura të njohura të industrisë si Snoop Dogg, Robin Thicke dhe 50 Cent. Megjithatë, as Eminem dhe as Malota nuk kanë reaguar publikisht për raportet që i lidhin në mënyrë romantike. Reperi nga Detroit, i njohur për diskrecionin dhe rezervimin ndaj jetës personale, ka shmangur gjithmonë komentet për marrëdhëniet private, por pamjet e fundit duket se ka ndezur një kapitull të ri në jetën e tij sentimentale. Evelyn të cekët se lajmi për lidhjen me stilisten me origjinë shqiptare ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave në mbar botën.